ti kur u bëre nga një normal me pak para në një normal me shumë para? E para njëra që është i pasur, je i pasur? Unë ndjej veten shumë të pasur, në kuptimin, në të gjitha kuptimet e fjalës. Po, kështu jeti? Në shpirt, në mendje, në profesione, po në vlera monetare? Po, unë jam deri i pasur, plot kur kuptova që mund të mbyll punën time, pra mund mos punoj më, edhe tani e them me shumë modesti dhe krenari ndoshta, në të njëjtën kohë, që mund të ri pa punuar dhe të kem të njëjtin kualitet jete, me të njëjtat, le të themi, benefite që pa ulur nivelin e jetës time dhe të familjes time, se është më e rëndësishme. Unë ndjeva i pasur në momentin kur kisha mundësi të hiqi nga puna edhe biznesi im dhe të shkoj në çdo lloj vendi të botës dhe biznesi im të vazhdonte punën. E ke fjalën për televizionin? Në atë moment? Çdo lloj biznesi. Po flas ka shumë. Tani po flasim për konceptin e pasurisë. Po, do të thonë që ke kohë të lëvizësh dhe të trajnohesh. Jo vetëm kohë, po edhe mundësi. Sepse ka shumë biznesmen që nuk e kanë kuptuar akoma si thosh funksionin e një biznesi, funksionin e një sistemi, një strukture që që qëllimi nuk është që të bëj ty edhe më të varur në punë, të bëj ty edhe më shumë të lodhur në punë. Qëllimi është që ti t'jesh i lirë, biznesi të punoj, ti të paguash edhe kur fle. Nëse e bën këtë, ti je i pasur. Edhe ti vazhdon jetën, bën gjëra të tjera. Ke mundësi të shijosh jetën, familjen, kalamajt. So, në këtë moment e kam ndjer veten pasur, kur kisha mundësi ta bëj këtë.